Storja radhës ka të bëjë me këngëtaren Gili, e cila vjen sonte në prive pas një kohë shumë të gjatë për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket projektit në të cilin është duke punuar. Gjithashtu ajo do na tregojë më shumë se cili është çelësi i suksesit për të qëndruar shumë gjatë në skenën muzikore, si dhe marrëdhënien e saj me bashkëshortin Ilirin. E ndjekim bashkë materialin nga Vlerian Halili. Ka 32 vite në skenë dhe për gjithë është e njohur me emrin e skenik Gili, por në vërtet quhet Fevzia Konushevci. Sidoqoftë, Gili për kaq kohë që është në skenë mund themi që qëndroi si ka hije, këngë të një pas njëshme, vit pas viti. Herë hite e herë sa për të mbushur numrin, por sidoqoftë, të gjithë ata që e dashën, vazhdojnë ta simpatizojnë. E të qëndrosh kaq gjatë në skenë me do e mos duhet të ketë një formulë ekzistimi. Në qoftë se do kje vetja shumë vështirë. Në qoftë se nisësh prej shijes, ndjenjes, nuk është problem. Mundohu me qenë sinqert, me qenë pranë atyre të cilët e çmojnë këngën, e vlerësojnë këngën tënde, edhe formula e suksesit është kjo. Vetëm me qenë vetja, me qenë sinqert me ata të cilët më kanë përcjellur në vit. Për Gilin nuk ishte e lehtë, por jo edhe e papërballueshme. Këngëtarja po vazhdon të qëndrojë me dinjitet pranë më të dashurve të saj. Sot në muzikë të prodhosh këngë është shumë e vështirë se para disa viteve. Këngëtarët torturojnë veten lidhur me projekte që vendos të publikojnë, e kjo vjen si pasojë që të gjithë duan hite. Në një formë ose tjetrën, edhe Gili duhet të nështrohet këtij regjimi që po i ngulfate stradën. Po është shumë arsyeshme edhe kuptueshme me u tentu me u pushtat shijes së përgjithshme, sepse vetëm ashtu ka da merr një përhapje të gjerë. Mirë po gjithmonë nisëm për shijes time personale, në qoftë se një këngë, sado komerciale që është, i përgjigjet edhe shijes time, kërkesave të mia, është profesionalisht realizuar, është teksti që mua më pëlqen, edhe orkestrimi i kohës, atëherë nuk dyshoj në qoftë se 100% se kam qëllu, bile ka 10%, falë për vojës time, ja qëlloj. Ne për realizimin e intervistës ishim në Tetove, Shkop. Jo pse janë vende më të mira se sa Prishtina, por këngëtarja për këngën e re është duke punuar në studion e Virusit në Tetov. E me prezencën tonë arritëm që të kemi edhe këngën ekskluzive para realizimit të klipit të këngëtarës. Shpirti pa më dhëmb, pa frymja mbajr. Gjahu u arrit se u arrit dhe i tash. Mirë po, gjithmonë kam qenë me pas në fillim të vitit, një këngë të re, e kam realizuar një balad shumë të bukur, që mua më pëlqen, me tekst dhe muzikë të Ilirit, e ka orkestruar Virusi. Shumë shpejt do të realizohet edhe videoklipi me Max Production. Besoj që do të pëlqehet, do ta bëjnë në mënyrë të relaksuar, pa stres, pa ungut. Koha është zbuc, në një kohë mirë, besoj që edhe kënga edhe videoklipi do të pëlqehet. Gili me duetet e saj ndër vite shënoi suksesin që shumë këngëtarë mund ta ndërronin lidhur me karrierën e tyre, por për një kohë ajo shkëputi rap-tap këtë lloj sistemi të funksionimit në tregun tonë. Unë kam pas një fazë time që kam bërë shumë duete, të mira të këqija, ato që kanë qenë në mas. Mirë po, erdhë koha që i thash Ilirit, shiko, du me i bërë këngë mia solistike sepse kur po jam në mbrëmje, nuk po mungon gjithmonë këngëtari i dytë, edhe këngën gjithmonë e këndoj me publikun sepse kënga bëhet hit gjithçish. Mirë po, ka ardhur kohë që dua t'i kem këngët e mia solistike, dua që suksesi i një këngëtare të reflektohet në këngët solo. Unë mendoj që një këngëtar për të qenë këngëtar shumë i suksesshëm, s'pari duhet të ketë këngë të veta, personale shumë të suksesshme, e pastaj të bashkojnë forcat me këngëtarë të tjerë. Për gjithë ju që se dini, në estradën shqiptare duhet pasur kujdes me sjelljet dhe fjalët. Thashë themët dhe intrigat janë diçka e pashmangshme në mes artistëve. Gili është ajo që për shumë vite qëndroi me miqësi të mirë me shumicën nga kolegët. Jo, kurse ka marrë me seriozitet madh estradën. Ata janë njerëz punëtor që nuk menojnë keq. Çdo tash të them me çdo hajgare, miret me sportivitet, kolegët e mirë kënaqen, ata të këqitit mos kënaqen, thartina janë skel çka më u bë. Mirë po, jetëgjatësia në skenë ndryshe nuk mundet më marrë. Edhe festivalet nuk i ka marrë shumë seriozisht. Nuk kam shku, kam e fitu, mi urrejt të tjerët se janë ma të mirë, ma të fort, jo.
kam shku për mu taku me kolegë, me bajkare, me pas një këngë të re, me marrë pak ma me relax, sidomos puna ime që jam në këtë punë bashkë me Ilirin, kurse si nuk e janë me qenë dy mbrolana, që si dëron kërkush, që shto edhe Kogja Gate kemi shtu. Ajo dhe kompozitori Ilir Berani janë të martuar para shumë vitesh, teksa pra njëri tjetrit qëndrojnë qysh në moshën e fëmirisë. E ka vite bashk, ka gjallë që edhe mos të funksionojë çdo gjë siç duhet. Qysh funksionojnë si krejt bota, sa duhemi, sa përlami, sa pajtohemi, sa bërtasim, sa bëjmë hajgare, si gjithë jeta që është jemi dhe ne. Jemi qesh normal, mirë po falë muzikës, dalim shpesh, edhe hjekëm atë energjinë negative, nuk jemi gjithmonë gjatë me një vend, i ndrojmë vendet, i ndrojmë shtetet, i ndrojmë ftyrat, edhe kjo na mban rinin ton aktive, edhe disponimin edhe humorin na mban pikërisht kjo shëtitje. Falë muzikës të cilën shumë e dua, të gjithë ata të cilët e përcjellin këngën time, faleminderit që ma mundsua ta shoh një botë të tërë. Ngjarjet që sharake në mes kolegëve janë të shumta, por çfarë mban në mend këngëtarja nga eksperienca e saj tash e sa vite pranë publikut? Para një 15 viteve turne në Skandinavi kem pas, edhe shumë shpejt është dash me vrapu një koncert më kry, më vesh shpejt, më shku në shtetin tjetër, se salla ishte plot, na pëlqen njerëzit atje me ekipin e plot këngëtarishëm, edhe çfarë shumë ka vrapu garderob, e ku marr palltin, e ku marr teshat. Jom hyp në autobus, atëherë do ishëm autobus, kur jom ul, gati Ilirit, pesha, si kom pantolonat vesh, i kisha arru në garderob, palltin e gjatë e kom vesh, banja jam e mba gati. Kështu që gati më bahor me shku në koncertin tjetër si da. Duke pas destinacion Prishtinën, pas gjitha asaj punë ditore në qytetet e Maqedonisë, ekipa jonë së bashku me çiftin Berani morëm rrugën për të bukurën Prishtinë.